Administrata doganore sapo ka vënë në dispozicion të gjithë udhëtarëve shqiptar, cilët hyn apo dalin nga territori i Shqipërisë, manualin doganor të pasagjerëve. Është një manual që ju vjen në ndihmë të gjithë qytetarëve shqiptar për të njohur të drejtat dhe detyrimet që ata kanë. Është manuali, mund të shkosh dhe pastaj për ato që ti interesohesh, supozojmë sa para mund të fuzësh në territorin shqiptar, dikon këtu, dhe kështu është për gjitha detyrimet që ju keni, ose të drejtat nga ana tjetër që ju keni lidhje me mallrat që qarkullojnë. E gjitha shërben t'ju facilitoj dhe t'informojeni për legjislacionin doganor shqiptar dhe jo vetëm. Ka dhe legjislacione tjera. Jam shumë interesuar dhe falenderoj. Qëllimi i këtij manuali është shumë i thjeshtë, informim dhe shpejtësi dhe shërbim ndaj qytetarit dhe çdo pasagjeri që zgjedh të vizitoj apo të shohë Republikën e Shqipërisë. Është një risi në administratën doganore, është me kodin QR, çdo pasagjer që mbrin në territorin doganor shqiptar mund ta skanojë dhe gjen jo vetëm legjislacionin doganor i cili lejon hyrjen e mallrave, produkteve në territorin doganor shqiptar, por e legjislacionet të fushave të tjera që nga veterinaria, që nga shoqërimi i kafshëve, kufiri i deklarimit, gjithashtu për medikamentet, por edhe për veprat e artit të cilën eksportohen apo importohen në territorin doganor shqiptar. Dhe ky manual është në vazhdën e angazhimit të administratës doganore për të përmirësuar shërbimet e saj. Gje rastin ti bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptar që përpara udhëtimit të tyre ose përpara se sa të kalojnë një pikë kufitare, të njihen nëpërmjet këtij manuali me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që ata kanë në mënyrë që të evitojnë vonesat apo penalitetet të mundshme gjatë kalimit të kufirit.